Familjarët e Mateos reagojnë pas kërcënimit të Mirit në Big Brother VIP. Pas fjalëve të Mirit ndaj Mateos në Big Brother VIP Albania, familjarët e këtij të fundit kanë dalë me një reagim publik ku shprehin shqetësimin e tyre. Sipas tyre, shpreha jashtë do merreni vesh për bërë një kërcënim jo vetëm për Mateon, por edhe për familjarët e tij. Ata theksojnë se edhe pse programi ka debate dhe emocione të forta, disa kufi nuk duhet të tejkalohen. Familjarët kërkojnë që të ruhet respekti dhe siguria e çdo banori, të mos normalizohen deklaratat kërcënuese dhe të jepet një shembull pozitiv për publikun. Reagimi i tyre synon të tërheqë vëmendjen dhe përgjegjësinë ndaj situatave të tilla pa krijuar konflikt. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.